Do fokusohemi sot tek llojet e kancerit të gjirit, nuk qënë ka vetëm një lloj. Jo, nuk është vetëm një lloj. Atëherë, në fakt, në përgjithësi, kanceri tashmë, edhe pse ne emërtojmë njësoj kanceri i gjirit, apo kanceri i mushkërisë, apo kanceri i stomakut, kemi arritur që të kalojmë në nëntipe të kancerit, në nëntipe biologjike të kancerit, të cilat deri diku e personalizojnë trajtimin për pacientin. Pra çdo kancer i gjirit trajtohet njësoj. Janë të ndryshme, në bazë të tipareve të tyre të ndryshme biologjike dhe në bazë të tyre ne kemi mundësi dhe të individualizojmë trajtimin. Nëse do thellojmë pak më shumë tek nëntipet e kancerit të gjirit, 4 janë ato më kryesoret. Janë tumore të cilat në përgjithësi ushqehen nga hormonet e estrogenit dhe të progesteronit, dhe si rrjedhoi trajtimi për këto sëmundje, për këtë lloj kancergjiri është me anë të terapive endokrine, pra ku ne kemi mundësi të frenojmë prodhimin e estrogenit dhe kështu në një formë frenojmë edhe ushqyerjen e tumorit dhe më pas rritjen dhe zhvillimin e tij. Janë tumore të cilët drejtohen nga HER2, HER2 është një proteinë e cila nxit dhe kjo rritjen dhe zhvillimin e tumorit, dhe po ashtu trajtimi në këtë rast drejtohet kundër kësaj proteinës membranore të HER2-shit, dhe lloji i kancerit të gjirit që është dhe më i vështirë për të trajtuar është ai që është 3 fish negativ ose triple negativ, në të cilin nuk shprehen as receptorët e estrogenit, as HER2-shi, dhe ne ende nuk e njohim se cili është drejtuesi kryesor i rritjes dhe zhvillimit të tumorit në këtë rast. Triple negativ, pra ky tumori që është 3 fish negativ, është tumori më i vështirë për të trajtuar dhe kryesisht trajtohet me kimioterapi dhe së fundi dhe me imunoterapi. Ndërsa tumorët të cilat janë receptor hormonal pozitiv, pra që kanë receptor të hormoneve të shprehura të estrogenit dhe progesteronit, në përgjithësi janë sensitive ndaj terapive hormonale, më pak sensitive ndaj kimioterapisë, janë më pak agresive, janë më lehtësisht të trajtueshme. Ndërsa, për sa i përket këtij grupit të HER2-shit, siç e thash, pra tumorët që janë HER2 pozitive, edhe këto janë tumore në përgjithësi agresive, dikur nuk kemi pas zgjidhje për këto tumore, madje ka qenë një ndër tumoret më agresive dhe më të vështira për të trajtuar. Mirëpo në vitet e fundit janë zhvilluar disa terapi të cilat ne i quajmë inteligjente, të cilat shkojnë të drejtohen drejt prodhimit të kësaj proteinës së HER2-shit, e frenojnë këtë proteinën e HER2-shit duke frenuar kështu dhe rritjen dhe zhvillimin e tumorit. Pra, lajmi mirë është që terapitë gjithmonë më shumë po bëhen më efikase, por kirurgjia atëherë për çfarë duhet në momentin që terapia ndoshta dështon? Jo, për të kuptuar dhe njëherë se si e shtrojmë planin e trajtimit për pacientët me kancer gjiri, përveç se duhet të kuptojmë llojin histologjik, pra të cilin ne e kuptojmë me anë të biopsisë, vjen një paciente bën një biopsi të një tumori të identifikuar në gjë. Pas biopsisë i njëjti material, pra kjo biopsia i nënshtrohet dhe procesit të imunohistokimisë në të cilën kuptojmë a janë të shprehur receptorët e estrogenit, a janë të shprehur receptorët e progesteronit, HER2-shit, si dhe indeksi proliferativ i cili na tregon se sa shpejt është duke u shumuar ky tumor. Pra deri këtu ne kemi kuptuar histologjinë dhe biologjinë e tumorit. Më tej kalojmë në stadifikimin e tumorit, sepse nuk mjafton vetëm të kuptojmë histologjinë dhe biologjinë, po duhet të dimë edhe se sa i shtrirë është në trupin tonë tumori. Tumori mund të jetë vetëm në gjë, pra mund të jetë i lokalizuar në gjë, por mund të jetë edhe i shtrirë në regionin aksilar, pra në sqetull, pra në gjëndrat e sqetullës. Dhe në këtë rast quhet një tumor lokalisht i avancuar. Mirë po, tumori mund të ketë shkuar edhe më tej dhe mund të ketë dhënë metastaza në organet të largëta, siç janë më të shpeshtat kockat, mushkëria, mëlçia, dhe vetëm pasi kemi bërë dhe stadifikimin e sëmundjes, plotësuar këtu me të dhënat që marrin nga biopsia dhe nga imunohistokimia, kemi mundësi që të vendosim se cila do të jetë qasja e trajtimit. Tani nëse bëhet fjalë për një tumor i cili është i lokalizuar, pra një tumor që është vetëm në gjë, dhe është një tumor i vogël, kryesisht nën 2 cm, në përgjithësi pacientët i nënshtrohen menjëherë kirurgjisë, pra nuk bëjnë terapi sistemike, nuk bëjnë kimioterapi apo terapi endokrine apo imunoterapi. Ndërsa nëse tumori është më i madh se 2 cm apo është lokalisht i avancuar, do të thotë ka prekur gjëndrat limfatike në sqetull, në këtë rast është e nevojshme që paraprakisht pacienti të marrë një terapi sistemike, e cila ose mund të jetë një kimioterapi, ose mund të jetë një kimioimunoterapi, ose ndonjëherë mund të jetë edhe një terapi endokrine. Kjo varet nga biologjia e tumorit, nga mosha e pacientit, nga komorbiditetet, janë shumë faktorë të cilët na ndikojnë
të vendosim se cilë do të jetë trajtimi fillestar, dhe pasi tumori zvoglohet mjaftueshëm për të qenë i mundur të hiqet me një intervent kirurgjikal, atëherë i nënshtrohet interventit kirurgjikal dhe mëtej shqyrtohet rasti nëse do të jetë i nevojshëm të pasohet me radioterapi ose jo.